kapet me ty, se ti reagon. Po thua do me bëni Galsamit këtu në Lex. Jo tani, jo bandit. Për shembull, më shanti mua unë së reagoj. S'ka adrenalin ti të merresh me mua, se unë s'të kthehem. Qa kuptimi ka? Po. E kupton. Për shembull, sot kam parë një kështu që kishte hedhur një 3-4 video që të kishte bërë ta këty për shembull. E kupton? Ju doni të A pasi kishin profit bëshqyri. Ju doni të o bando, ju keni adrenalin të griceni me njëri tjetrin. Edhe kjo është arsye. Keni adrenalin, o vlla, pik mua be, nuk rrini dot pa u kapur. A e kupton? Aroni shapatu, kam e të palek. Ja, ma ja, nuk është puna aty. Po dhe ai, edhe ai ngec kollaj. Pastaj ore bando, është edhe një gjere. E di pse kapet me ty. Se ti je agresiv, e kupton? A thu kanë me ma hëngër karin? Varet qa grupi shoqëror ke. Po të shiti në njeri, po të nxori në njeri në prit, nuk i dihet. A thu kanë me ma hëngër karin, nga i parë të fundi ka. Po nuk të tradhtohen njerëzit që ke rreth e rrotu, nuk bjen grack. Po të tradhtojnë në njeri ose shitet në njeri në rrethin tënd, ashtu të nxjerrin grack, e ty, mua e tjetrin, këtë duash. Jo për zotin, pra, në kohë se nga presin për shënë do të fjenë nërhat çdo natë. Po vetëm ashtu, se ndryshe nuk të vjen dot njeri o bando, se nuk ta di njeri, unë se di o bandit qa ke ti të shtëpia. As ti nuk e di qa ka mund të shtëpia. E di në ta që ka mund të shtëpia. Në qoftë se ty të nxjerrin në prit shokët e tu që ti del për të ngrënë për të pirë, që ha pi me ta. Oke, i zhën ti është desha me ta thënë. O bish. A ju kom dalë borxhit? Po. Të mbajnë pasion në vendin venet. Tani pse të bëjmë presion, unë ta thash edhe një herë tjetër, o bando. Dgjoj një sekondë, është edhe diçka këtu. Po të kapi njeri ty fiton pik. E disa kredite fitojnë po të kapën? Kush të kap ty? Fiton pik. Po të një aksion ka të ne bandën kakari. Po e dgjoj një sekondëri. Kush të kap ty? Po të një kush e kapi pari. Po bando, ta dish këte, kush të kap ty? E disa kredite fiton apo jo? Shumë, ha? Po, as i bëhet fjalë. Po pse doja të bëja tek loj me Aleksin e isha gati ti thja tëra lekët që kam. Dhe me thonë, Po bando, unë prandaj doja të loja me Aleksin. Se po ta mundja Aleksin, munda atë që beri historinë TikTok, e kupton? Edhe fitoja kredite. Tani kush ka bandon, fiton kredite, o vlla. Del këtu në TikTok ditën tjetër, edhe rri këtu. E kupton, se s'po të kap dot njeri jo. Mos të hontet bando, kush ka bando në vlla, del në TikTok ditën tjetër, nuk ka të flasim me, o vlla. mos të vandet bandoja për momentin. Po bando, seriozisht, kush të kap ty, s'ka nevojë të flasim me në rrjetet sociale, o vlla. Në momenti që do hapi TikTokun, del aty, rri, edhe... Ok, shive i zhanë du mi thonë, tani janë 2200 veta, please që una, a di një shpite me kuflej, pa shkokën e familjes, të ragoni. Pa shkokën e familjes, a di një krejt adresin, ku e më shtash për momenti. Po adresën një pjesa me madhe e di, se ti... Po e heshe më bonda, vetëm se verë se pati me kesh kuptim. Edhe ja dhash që mundësi 10 minutë, sa më mërzit, ju ka thy zemra bonda, për zotin, a mërzit shumë kjo, e kupto. A jam më i fort, ja bish. Përse, për kështu, për most wanted? Po të go bonda ja go, Për most wanted, por e... A e denum, thot e profe. Unë erdha për të bërë tap që të tregoj që jam këtu, po të shikoj, se është, ore, të shikoj, pse të më që të shikoj? Nuk ka hy live, rap, nuk e ka hy. Jo, ase ka marrë iniciativën fare, edhe kur isha te babalja, i thash nuk hy ndritare, i thash mos manis. Ore, adresën e shtëpisë ku flenja, e dini ose dini, shikesh po ju thëmë. Se kjo, se gjarët 2 për janë ku më shë çdo ditë live. Ore, të shtëpisë, numrin e derës, të na e dini. A i dino bando të gjitha kur rriti? Po, numrin e shtëpisë, që nuk e për momentin. Po se ta dino bando të gjithë? Po, vëlla, numrin e shtëpisë, ç'a do mo? Sami më ka pa adresën. E kete letrat, po, Po, e di. adresën kom prej shtetit, ja kam shit tande, ja kam shit edhe në live para 4000 vetave.
me rrugë, e di me rrugë, e di me numër për kokë të familjes, e kryet e familjes, jem të çajo shtëpi. Se kom vrua. Unë ja di adresën Bando se kemi folur për disa gjëra në privat, qofse ka atë adresë. Edhe ti e ke, a se ke ti jo? Ë? A se ke ti adresën teme? Nuk e kam bajt, po të doja që ta kisha, e kisha për shembull. E ke pas? Po të doja që ta kisha me fjalë që ta mbaj adresën tënde, po. Se mi ke çuar ato letrat që kemi ashu aty. Okej, pse sarën më bro? Pse s'vin çfarë më dalën rrugë çfarë më bro? Çka ka presin? Apo do të më plotsu letrat me më spjunu në burg? Për TikTok thoj ti. Pse s'vin vëlla? Jo, po ke 1000 vjet ymër për TikTok. Ora, për kokë familjes ja kom shit adresën, jo shoku. O Bando, një sekond, o Bando. Sa djel shiang do si komentojnë, kellën poskode shopi. Jam sha ideal me shif sharap. Se më keni nun seder për ju 2200 veta, ku ka ardhur dikush i motor shijëm, ka nun seder live, jam shu si djal kurft, kom dalë te rruga në shapka, e të kom shit rrugën. E të kom thonë nisu. Çaj djal jam unë. Ja kom thonë adresën njerëz si thon dalë me gjynë drejtarëve push. Ja kom thonë adresën. Jam nun seder për ju, edhe ja kom thonë adresën kanë çu kush janë këta byllshira. Me ja vërtetu ju kush janë. Se mu nuk kom hakari. Se mu sot kem hekun me mi majt bolit e nxehta, unë sa rruj karin jo për Aronin. E jo për Milin, e jo për Statikun, e jo për Hejxbit, e jo për kërkan. Se shaj plum, i shpota tanë. Me rap në pidhë ja është jetanëve. O Bando, sa vite ke në rrjete sociale? Mirë pafshim, që ke shpata me thonë me ju. O Bando, sa vite... Leni mos na i boni kinga njerëzit. O Bando, sa vite ke në rrjete sociale? Kam rap të moda, shtash shysh ku kom rana rrës shpi, o bish, kam nja 4 muaj se një çdo ditë. Ore, po sa ke kështu që je pjesë e këtyre rrjeteve sociale? Kam qenë që ka vite, bro, po s'kam qenë shumë, kam qenë me periudha, 2 muaj, hajde, nuk kom najtë kur stand. O Bando, sa vet janë vrarë për hallet e rrjeteve sociale? Asnjëri, vetëm vllapin si kurva. Asnjëri, vetëm vllapin si kurva, shpërndajnë foto familjare, nana, motra, bojnë si pjedha motët nënë. Sa vet vrit, o Bando, po në Shqipëri vritet vet për ditë, o vlla, po s'vritet asnjë për TikTok. Në Shqipëri vrasin për ditë. Lajnë e sape, për ditë në Shqipëri. Lajnë e sape. Po për TikTok nuk vritet njeri, o vlla. A kupton? A di pse nuk vriten, o Bando? Se nuk janë gjëra koke dhe halle tamam, o vlla. Këto janë dallaveresh i bën njerëzit për arsye të ndryshme tëra. Janë shumë hijena, o bish ta janë sulë kundra meja prej samit. Unë s'mos arruj karën në profesor. Gjo tani. Për zotin, vesh karën, kanë marrë me mprek e kanë mu prek. E nuk kanë mu prek me dur, po kanë mu prek me barut. Jo, gjëra funksionon kështu, o Bando. Gjithse cili mban, për shembull ata shokët e tua, mbajnë krahun tënd. Edhe mos dal fjala jeme, atëherë kemi thënë një djalë i kesh. O Bando, shokët e tu, a mbajnë krahun tënd? Nuk i kam shokët e mi, po janë familja e më bishë, normal që mban kanë. Janë familja, kushërinjt në rregull, vëlla, shoqëria jote. E din kushërinë jeme, shoqënia jeme, se unë nuk i biku në qafa, profesor, e din shumë mirë këta. Ajo është e rëndësishme që mos i biesh njëri në qafë. Me raku në qafë në profesor këta edhe çam thonë mua Bando i gabim vëlla. Pik, fike. Bravo ju qoftë. Je gabim thotë edhe mos e ndjek më me djalë huje, edhe ke guca të më fal. Bravo ju qoftë. Po pra fiks. Bravo ju qoftë. Në momentin që nuk Obama në momentin që nuk e gabim me vëlla, të ndjek cili do, të ndjekin gjithë njerëzit. Kaq. Po, gjithsesi këtu e Bando. Ti e kupton më mirë se sa unë TikTok, se për çfarë bëjnë këtu njerëzit edhe. Nuk dua të flas për atë, këtë apo tjetrin. A kupton, flas në përgjithësi. Për çfarë bëjnë njerëzit TikTok këtu tani është qenë ka i qartë fare, si buka që ham. Shumë e qartë, o vëlla. Janë ata numrat atje lart, shikon ata numrat atje lart, po nuk patën një pikë kë e ca. Shpërthejnë, po patën. Shembull Arush. Ora, Bando. Atë më thënë gjë, mu mbje kesh për moshat e juja si jeni moshat thyme edhe i bani çdo gjë në internet. I falet një djalë 22 vjeç, 25, 24, por kokë familjes moshës ti nuk i falet. Me orë me bosi gangster në internet edhe me bon video ka rrët si kalamajt 16 vjeç ama për euro. Jo, të janë i sprejt e klevioli. E të marru të tërë moshat si jeni, bani çdo turp t'ju vinë.
Jeni ka 2 se sa vjeqa jeni burrat martuar, keni fëmijë, edhe bani si legenda nëpër internet, YouTube. Bando e ka mire çuna, çaj janë mosha që kanë kaluar 30 vjeç. Nëse na mund fytyrën në lezet. Na keni marrë kokën e fytyrës, e keni flisë Shqipërinë. Këto muhabete janë muhabete adoleshentësh, muhabete 20 vjeçarësh. Na keni rrit karin për lek. Doni lek, na keni shak karin. Adoleshentat të këqij. Si jara të bëkan, po bishi kanë fëmijët në për kamerë, ka ju si edhe, o profesor. O profesor, i kanë kamë në për fëmijë, i kanë fëmijët në për kamë, dalin njëken me njerëz në për rrugë, o profesor. Lejat më abet, sa marrë. Që të me bando? Sa do shifti jëtë në pëlqej, jam standin me ty se sa do nuk i bo do gjesti ti. Ti mund të bosh në intrigë, në i gjanë, mund t'jesh dhe në i pab, nështë edhe shtregan mund t'jesh. Amo ja shif shrap nuk të ty, unë kur nuk kom pa ty, ka del ka një kesh me njerëz, jo po ku jesë të shiva, raj, po do vetë të raj, jo po... Se rak do bandit. Ora, bravo të qoftë. Për zotin, bravo të qoftë, si jeti, mund të bosh një me pasër ti, jam të hequr, ta thash edhe atëre në privat, o vla, të mora një që pa t'in problem ti. E thash, o vla, mos thash se unë u troqa për vete time. Vajta të një farë, pik edhe u troqa, pik mua betit, sepse, po më thoshe, orë bandit, po qesh një njerëzit, me muare, jo njerëzit të në TikTokër, shoqëria, që unë po kërkoja nder, qa nderi do për këtë gjë, po qa ndodhin TikTok, ata qeshni me mua, vla, po më nuk një sikur talqin, ta mbyllim ne, thoshin ata këtë halë edhe qeshni. Me i fjallë që hajde halë, pas ke hajde. Bani lek, po mos e shit një ftyrën, ka du me thonë, shifti aronin që shet ftyrën për lekare, mos ja shim motrën, no bish. Kana bo si trem si por, ma shtraj njerëzit me goj, bo si buje po nuk shaj. Ja shif shrap tani jo profesor, ti nuk shaj, se për ty jo marrë me shaj, se ti sa vjeç jo profesor. Nuk shaj, unë jam 33 për 34. 34, a ke kalama, a ke familja profesor. O, bandu, unë, gjoj sekund, unë nuk shaj për një arsye, sepse... Ja shif shrap që se unë e shaj me ropë që du. Ja shif edhe shaj të rë për ty jo shumë më kesh se për mua. Normalo që është po nuk shaj do të bandit. Nxajnë o profesor, unë jam moshën më delikate e si mund jetë njërit. Jam 26 vjeç vëlla. Po prandaj të kanë qef ty se ti je agresiv. Nxajnë am dal prej vetes, e të praj pak, nuk të mirë që është mirë me shau. Por që zot, jam kundra të shamës. Tani nxjerr tjetër nga vetja, atë shat tjetër nuk më i thon faleminderit se vëlla, nuk më moj dot veten si e moti, se ti e nxjerr nga live, unë se nxjerr dot, unë kam shep me shajt. Po ja, unë dal në live iki direkt. Pastaj unë kam një gjë bandit, unë për shembull po prisha me njërin syme. A kupton? Po më shumë me kunja, po me gjëra për mos të hyrë me, unë pa iki heq follow mirë pafshim, ose mund t'i fus edhe blok, e nuk hyj me unë vëlla, jo audiencë të ketë. Jo mos ketë audiencë, jo të më rritet audienca me të. Ja u mundua Klevjo, me ato të vetat, të më fuste me Gucci-n, ja, s'kish me avla, më futi një 2-3 herë kështu s'kish. Jo, prit se sjarojmë ja bende, e kupton? Edhe nuk i qëndrova avla, ika. Pse, se nuk e bej do të në atë të kem numra duke ndajtur me njerin që e më shumë njero ban. Miru pafshin. S'ka shikoj të rezinë, avla. Tash shive, unë jam dugajin sa vëlla. Unë jam s'kam kam e qu dugajin më lërgë, se jam prej çati vendi jena. Tani ja shifsha me mdal më kundra për sa unë na pak marrë, ose me ardh me mul mu për atë 2000 vetave. Jo tani, ai unë nuk e di se çfarë të ka thënë. Vetëm ta pra lek ju ke shajt kosovar, ju ke shajt këtë, ju ke shajt ata ka bosi burri mirë, ka dhe me mul mua. Nuk është fjala e më bon. Ani këtu të gjithë mundohen të dalin të mirë vete dhe të gjithë e bëjnë duke treguar të mirat e vete. Unë nuk jam zhon, po për kokë familjes çat ose rruj karin parë për ta. Zara se fusim listë fare. Për kokë familjes është djali vetëm familje ti edhe për kokë familjes jena shata djalë tropori se e fshfar rosme dhe nuk met asaj në fest vetin. E shumë si fare, komplet. Që më mirë të punojnë, të rrisin fare, mos merret me ne se do t'ja hupin faren komplet. Po ja them këtu, po ta them edhe herë, po kujdes. Gjë e mirë. Po banda unë edhe vetë dje për shembull nuk i thash, edhe unë nuk i thash. Jo legend. Se ke për banda. Gjë një sekond gjë. E mira është që mos të shprehni shumë me fjalë këtu, se nesër pas andaja nuk bëhet asgjë, edhe janë shprehje kot, e kupton me fjalë.
që s'ja vlen. O struga, o quna të gjë një sekundë, të lutesha pak ju që jeni në komente, qoftë ju që ofendoni si mua, po dhe bando në një tek tuk, në se pëllpa dhe raska, po deshet, lejni ofendimet në familja, në kështu, jep një do mendimet tuaja si tu doj qefi, po ne s'po shajmë. Kështu që kuptojeni pak, jo, nuk po i them vrituni, po i them mos flisni fare, zero, janë gjëra që këtu fliten kot, e ngelen fjalë pastaj, e nuk është mirë. Edhe nuk është mirë. O bando si një që bëjnë dy e vlla, këtu 99% e njerëzve e kanë punë. Dhe në momenti që e kanë punë vlla, do të marrin njerëzit në telefon e do vi një moment dhe do ta kuptosh ti se kanë filluar tani. Thonë unë e kam punë, nuk kam punë tjetër, unë të kisha po se bëj do bandit. Kisha regjistruar njerin unë që fletë për mua, Allah. Në kohë familje, sa profesor, në gjëmu. Jo, ma gjota mbaroj edhe fole. Të kisha regjistruar njerin që fletë Allah këtu në TikTok. Unë isha te puna, më thamë, çao ben, te puna, kam i kafe. Po e di si është puna, tha unë aty në TikTok, tha se kështu, se ashtu, tha se ja, tha, ti e ke punën aty, tha, po unë s'kam punë tjetër, TikTok unë kam. Po unë se bej dot, që të flasë me ty në private ta regjistroj. E të nëzirja këtë i thosha, ja, shok, ma ke deklaruar më këtë namaz se e kam punë, qatë dele fletani, qatë mere mu me atë person me? Qatë mere mu me ty, në qofse ti ma deklaruar në privat, namaz se unë e kam punë? Qatë mere mu me ty, do diskutojnë lapa me ty me brapa, hajde ta gjenë shqiptarët se kush gënje, kush ka të vërtetën, ose pejto. Edhe pra merë me qitë ty kesh, me respektu sami. Ka bon të njëtë e gjë, sot ka dish me e bon me mu, shaj haroni, ta dish. Po ti e djali lik që si s'ja fushanë të kjo, me thonë, jetiri. Unë, gjoj sekund, o bandit, unë i pash edhe ato meme, se këshin zirë meme sot, edhe madje dhe ajë sa që kanë folur, besoj se mjaftu shumë, me fjallë se aty kuptohet, këtu o bandit, në këtë rjetë social, nuk njën njerëzit për momentin, po pas 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, e nxjerrin kokën gjithë. A e kupton, e nxjerrin kokën, o vlla, nuk ka nga shkon, këtu rrotullohet, nuk ka nga shkon, o shok. Kaq. Për shembull, nuk e ndryshoj mendimin apo opinionin për semin se vjen tani më gjanë TikTok, o vlla. A e kupton, nuk e bëj dot, unë bandit. Për zotin, du më da thani zhanë, si kom ardhë, kam për tik. Bravo të qoftë, po mbajtë këtë qëndrim. Jam i betum se si kam ardhë, kam për tik. Kam njohë do njerë shumë mirë nga TikToku, që nuk jetoj në Angli, në Kanada, në Amerikë, në Kolumbi, këm kara me ty në Islam, këm kara me njohë të shatë njerës shumë mirë nga TikToku. Ore bando, unë... Unë pas kur nevojën e tyne, asat atë temen, po ka qenë eksperiencë e mirë për mua. Në me popullin. Bando, njerëzit shikojnë, o vlla, dhe njerëzit me mend vlerësojnë. Kom kaluj periudhë keqe, profesor, i depresion, i hangë, edhe kam qenë i mërzitur, më kom marrë me e kalu, me e shkojnë, që do asë gjë më shumë. Kalëm nërë njerë si më suportojnë, si më shumë gjanat në lajë, kur më shojnë që jemi i mërzitur me ty, ta mojnë lojnë ty. Nuk më lënë më mërzit. Shikesh, asë gjë më shumë, nësë nuk më interesa fare më për asë gjë më thunë, edhe shumë shpejt, do krishti, mujnë tjetër në gusht, lirojnë edhe nuk do hymë, profesor. Kje për ta pa vetë se nuk do hymë. Se s'do kem kohë, nuk kam kohë. Inshallah, shuqur zotit më barosh ato problemet që ke një orën pare, vëlla. Për kohë familjes nuk kam unë kohë për TikTok. Ja thëmë shnu. O bando, këtu pjesa e TikTokut unë bu ta them. 99.9% o bando e kam punë. Ki kujdes, sepse po hynë të puna. E kupton, o vlla, po prish punën një pjesë njerëzve këtu, ki kujdesër. Po vlla, nëse dikuj më ka prishur punën, mos merr me mua fare. Ore vlla, do të ndodhi siç më ka ndodhur mua, më kanë thënë që unë jam te puna, nuk pagoj dot qiran, po s'punova. Ti do flash ka thënë punë të pagoj qiran apo jo? I kam thënë ama je te puna, po, më fal. Më fal, o vlla, më fal, o shok. Më falo jetë e puna, është dua unë, vlla, më falo jetë e puna, vlla. Se shësim ka ta prishi punën ty, më profesor, ti mos relaj me mua, profesor. Ore, më falë se jetë e puna, vlla. E kupton apo më falo, jetë e puna, çfarë do të them unë ty? Ti më thoj unë kam punë, o profesor, çka ke?
Ti e ke punë jo. Po ti, punë. Do të më falu në vëlla. Do falu se ti pagon faktura, do të lemu pa makaron aty. Respekt. Vazhdo, o vëlla. Vazhdo, bli makarona, edhe paguaj makarona, do shok, me lekët e TikTokut. Po banda shumë e thjesht, janë gjërat shumë të kuptueshme këtu, o vëlla. Këtu gjërat janë shumë të kuptueshme, o shok. Që në momentin që unë ndryshoj mendim për një gjujc që gjuan, normalisht nuk e kam për Klevion në jore. Klevios nuk e ka trapi për lek TikTok-u jore, se me lek na YouTube bim shumë se na TikTok-u, se çmarrin gjithë të tërbashkë. Klevios bolli ha për lek o profesor, full realitetin. Për lek. Realitetin o bando, ta them unë, Klevio ka qenë 2000 lekë me Kozovë. Lere që ka qenë, o vla. Mashtrushin me disenin. O bando, lere që ka qenë, o vla. I maj ka me disenin me 200 euro shopojnë zvizër. O bando, lere që ka qenë, o vla. Lere që ka qenë. Po papi njëti është. O vla, lere që ka qenë, o shok. Nuk është me e që ka qenë, o vla. Ka krijuar shoqëri dhe nuk është me e që ka qenë, o bando, nuk është në TikTok për lek, o vla. Lëpë s'ka qenë aje dhe, o bish, sa do matja, profesor, je 33 vjesh, me arti me të majtën ty në shpi, e me të majtën ty në lek, e me thonë ti për mu bandit janë ka dërë. Ti e kokra varikarë, si të bje. Rëp të shpis të ketë drejt. Ti, ka shetë ma njët një në story, ka posi pjetë nënën kratë minja, ti e qerë jem, o bish. Kupto, që është të bje? Ti e qerë jem, ti. Edhe a i shë atjetë nga bëm. Sa lek paguan? Me vrasësja, me... Një që jeton me TikTok, unë dhe bëj gjithë shka dhe shaj në fëmije, gjithë shka dhe bëj. Për zotin? Po qa jetë, o legend mund të ti si më thati ke janë dhe bosh jetë në qa jetë ka Klevion, rre me video, të e rre të ja shkel kokën njerëzit miris dusët. Qa jetë ka Klevion, o kur, si të banu shumë bërë jetë me Klevios. Se ju sa të pëmboni me dalë prej vetit. Qa jetë pas ka Klevios? O bando, gjojnë sekund jo. Po qa leverdi unë kam me kanë mund dhe në Klevios? Qa, ka djek makinin Kazakut, or kur? Se nuk është një burni me shku me djek Kazakut makinin jashtë apalat në allijats. Pagu njënit 1000 euro me shku me djek makinin. Mirë se kjo punë në internetit edhe këto gjatë e voglej. Apo ja kanë marrë njëni hakun, si i ka arë mërzi. Po në zajnë arë se shia rëpë mikë trunire, o bandit ti marrë me pas jetë në Klevi. Si kur ka e Klevjën e jetë, shia modrën... Rejë shqip shara rëpë në bjede, po më fani shana realiteti, po se nga këni zi jetën. Këna po Fabio. Ka mendimi këti, Fabio? Për zotin, unë kam menim, thjesht një menim dhe japë, unë ato që jetojnë me TikTok, ato nuk lajnë gjanë pa banë këtë bëtë. Ben, loj dallaveresh. Një që i ka punë të rezi, vla se ru leshin fare, rëp të shpis. Mu se mbi menja, për shemull, mu me mshat dikush, unë gjomi nuk dhe mzan, nuk dhe ja fali, por këtu në TikTok nuk ja këthej. Dhe fikin. Janë kalamaj shtasi njëvën këta e bojnë 2-3 kasin. Janë kalamaj rë. Nuk kam gjanë me Klevin për zotin, kam me komentu. Klevin o bush, a kemi nëjmi të diskutu për gjithë në generale, shpun kemi me Klevin. Të pakten në bishë nuk i thëmë kujta ha Karin, o Mret, o Luan. Të pakten mua nuk më ka ble shoku o varsën, as makinën si dalë. Mua nuk ka pjedhë motre, që nuk që kuja thëmë, pjedhë motre me arme i thëmë bandës që du, me koment, ose njëtë personalit temin, me më thonë o bandit, unë të kombajt me lekë. Pjedhë motre, ose me më thonë të kombajt pasagjer, kam i bërë foto makinës. Pjedhë motre, shajem qa ideal, jam istri zhargjesh. Edhe i shala të zote se ndje kur. I jetë në najtë në shpalla profesorit, ose të Fabio Lalës. Qa jam unë o kurva me shkuj. Që ka di njëri. Asë këm shukur vetën, me arë me mra dikush. U bëndo, unë për zotin të thëmë diçka, unë kam shumë respekt për ti, ka një 3 vite që të njëfë në TikTok, unë thëmë leni mos u zeni mes një, jemi gjithë shqiptar, mbylli këto gjana dhe kash, për zotin. Unë si mendim, më në mra pajtin vetë gjana. No, Fabio, problemi o këto, nga. Problemi o se sha lyp unë e t'jap. E kam këto. Sha lyp t'jap. Vje e te pro pak ti do t'a te pro e dhonë në muabet. Për kokë familjes nuk ja kom shajt kuj të rëp të pami shajt më. Pami përmen familjen, ose rëp nuk ja shajt kuj rëp të, se nuk jem djali kesh, nuk jem djali pa bes, me shajt kuj me rëp. Ti më provoko mua me kode, më thua bandit je, po ty ka shajt të në Shqipnia, je kam provoko. Edhe unë të komit provoku ty një mënyrë shumë të keshe. E kam kupto?
Ja se bëj unë, se ato të t'i njohin rregullat gjithë, unë se bëj kurrë. Një që rrejë, bravo, nuk jam unë legendë. Për kohë familjes, nuk jam legend. S'kam se na provën me na fusin tonë me një thes. Je legend vetë, rre vetë legendëre, mos u marrë me mua. Le mua, merru me jetën tënde personale, tënde. Shif jetën tënde, shif me këto problemet tua. Po janë e bën këtë për lek o Fabio. Don lek, bëni lek o vëlla. Rreni mos korsenoni, mos na bëni intriga. Ore, të flasim realitetin, ore, bando. E diti që pjesa më e madhe këtu e këtyre që bëjnë TikTok fitojnë $15,000-20,000 urte but pas një qeramide të thyer, e s'kam probleme me shtetin në muaj? Po e diti që këta, o bando, po e diti që këta nuk i kam parë ndonjëherë $15,000 bashkë pa dal TikToku? E si ta lëshojnë ata këtë punë? Ja jep do të përgjigjen o bando se nuk i kam parë ata $15,000 bashkë në njërë jetën e tyre. Edhe e mund t'jetë si thu ty, bla. Po e është këshu o shok, si shpë të munër. E bejnë loj dallaveri. Prandaj e bejnë. O bandit. Edhe kjo është arsyeja. Edhe nuk kanë nivele gjuajtje. Kanë vetëm nivele marje. E unë mbyllën e adresat çdo javë. E ku me na një adres të re. Edhe o bando, a e diti që unë për shembull kam njëjtët moderator si këtu e 6 vjet? Këta bëjnë moderator njerëzit që u gjuajnë për momentin. Gjoja për t'i respektuar. I thonë po të heqim pak se ti s'po më vjen me një lloj të live se më duhet moderator në moment. Këtë e diti? Ty s'të bjen në mend ndonjëherë për punën e moderatorit ta ndrosh apo ta vesh apo ta heqësh. Po bando, a e diti që në momentin që këta u gjuajnë, marrin, i fusin në private, flasin e bejnë një javë, pasandaj ditën e 8 i bëjnë blok? Po i din vetë këta që gjuajnë. I din këta që gjuajnë, i din vetë këta. Këta që hedhin lek këtu i din. I din vetë. Nësë një moderatora pa gjut, të edhe njërë sa dush. Ska bando, unë të kam thënë njerë ty kur kemi berë muhabet. Të kam thënë që ti o bando nuk e përdor TikTok-un si që e përdorin këta këtu. Ta kam thënë që në fillim, që kur s'kishim kaq muhabet sa kemi sotër. Kam thënë o bando nuk e përdor TikTok-un ti o vlla. Vërtet ashtu. Ata kam thënë që se përdor TikTok-un. Po. Ata kam thënë këtu e 3-4 muaj. Ka shish ku mi thënë. Kam thënë o bandi ti se përdor o vlla. Ti hyn ziu natën e mirë e mbyll. Këta ziu, hajde hapim loj. Ti e ke ziu edhe e mbyll o vlla, se ikën acarohesh. Këta e kanë ziu, numrat atje lart, hop, loj. Ti se përdor TikTok-un o vlla. Ti e kalim tin TikTok, nuk ka shu ti vete asaj që këta me zi e kërkojnë për t'i vajtur, ti vete as karrierë me mu nuk ka bojnë sa gjithë tjeta këta. Po nuk bëjnë karrierë me ty ata, sepse ti po ta the me një tjetër. Ja po e preku banditin për kokë familjes keni me deke, banditin se prekni për karrierë. Arrojni. Piknesh të muhabet. Edhe mos një laj me mua, ba, nëse s'ki përqej si një, mos një laj me mua, ba. Nëse ju shajshë, mos një laj, ba, mos alin me një laj. S'ka problem, rrinë punë t'juj. Nëse s'ki përqej, mas ju puci, fikë e lajvi në bishë dhe mos në mërët e lajvi janë, ik. A im ka të shkë? Shputu. I kom punë në pashë, një punë ta, në vla. Ky është realiteti, është shumë e thjeshtëre. Ky është realiteti. Edhe e bëjnë shumë njerëz të bando. Taq. Realiteti ky është valla. Gjithë njerëzit e kanë një arsye këtu edhe kanë një farë interesi. Unë për vete bando, ta kam thënë e ta them prapë. Unë këtu kam njohur njerëz si shtet ti që ke njohur njerëz. E njohur njerëz o vlla që zgjidhin hall. Jo TikTok, jo nuk luaj me 2 porta fare. Nuk luaj me 2 porta. Kam një gjerë çuna që po prisha me një njeri, prishem për hallet e mia. Nuk prishem për hallet e Fabio Lales. Po prisha njërë me një njeri nuk bëhe me, kaq.
Me 3 persone janë prishur këtu në TikTok. Me ata 3 që janë prishur së hyjnë live. Fare, zero. Dhe da ke live-in e 100.000. E 200.000, nuk e pas kam? Kaq. Valla, ka thonë, banditi ka thënë një lafë, shoh shumë komente jam të lezu. Po lari komentet, o vlla, se komentet ka dhe kalamaj, o shoh. Po që unë akot komentoni, kot në shani familjet, se unë për vete, banditin e profin personalisht nuk i njof, për kam shumë respekt. Që unë atjerë i njof të gjithë personalisht, kam najt. Ju që komentoni këto dhe shani, unë kam najt me Klevion, me Aleksin, me gjithë shunat mu më kanë respektu. Mos shani koto, djem se ju si njef një fare, vetëm se shifni këtu TikTok. Mos shani koto, se su kam as një bërsh. Unë me gjithë kam najt, vetëm me këto diktu nuk kam najt, se së më kara mu taku, me gjithë kam najt Fabi. Të gjithë më kanë respektu, mos fut një intriga koto. Oj, ne po bëjmë muhabet në vijat përgjithshme, o Fabio, se tani ne duam, pjesë e këtij TikTokut këtu jemi. Po Janë disa njerëz që vetëm thjesht shohin këtu në live, edhe kujtojnë që është realiteti sikur e shohin këtu në live, a kupton? Ore, realiteti si që shohin këtu në live nuk është, po edhe një diçkare, Fabio, nuk është se jemi të gjithë një lloj. Duhet të dinë të ndajë gjëra do vëlla. Për shembull banditi, me çka ka treguar dhe po tregon, nuk shitet as blihet do vëlla. Po. A e kupton? Kaq, po nuk mund të vëlla, po nuk mund t'i thosh, po nuk mund t'i them banditit të gjithë një lloj janë TikTok. Kush ka profilin e vet, banditi e ka profilin kështu, ti ka profilin tan. Un kam profil që futem ka lekohen, argëtohem, shkën gjithë eventet me gjithë njerëzit kush është në TikTok, edhe vish. Kjo është ideja vëlla, jemi ndryshe o shok. Po pra, bravo, kush ka profilin e vet në TikTok, o. Nuk kam as interes as te profesori, as te Fabio që unë, për zotin nuk më intereso fare. Se në vetëm si me këta në shko muhabeti, bëjmë muhabet më shumë. Për sa në tjetër. Po i që qa interesi kemi o bandët, i ke punët tua, ne kemi punë tona, vëlla, nuk na bashkon gjë, po se kemi... Edhe për zotin se më interesa fare, qa goli ka profesori o Fabio. Jo them sinqerisht, nuk thot një bondo, më thot njëri shive tani më thot mu je servil. Tani që të flas kota se s'kam fol asnjëherë. Unë 3 firma ndërtimi i kam punët më jam rregull, s'jam përzi mesni. Çfarë servili të bëj unë, ku e kam interesin të bëj servili? Kot po thot. Si muhabeti më domo. Hajde ta gjejnë këta, që bëjmë muhabet serioz. Hajde ta gjejnë këta. Ku të që këllani, ka jorë, se pa ki zota, ki feto, të hapet foli, ku të që këllë? O që unë mirë mroma, edhe si e galut, e përshëndetje. O profesor, pasha Allahin, u bon gati mbi 5-6 muaj se njeki, leje që bo banditit vras pres, edhe të vretet pres, se si rruhet, që kam jo rrujt, a i ka 5-6 vjetë në Anglia zemër, ju ka ik ndjenja për familje. Po ju pëse rreni, e bo një kod, e ty, o, bish, si ban, si ku je i mirë, e i kesh, e njona e tjetra, Fabi Lala, mërë shpjere për zote, e që shfot mërë të knaq, për koktimin, ta për qafash, kurse tjerë në e servil. Banditit si hakar, jo me lavdru, se sa kërkush, jo sa makari për ta, ma shi botat non, nuk i ha ma jakarit, jo për shenk ta, Free Fire atë, e pithat e robës janë lojna, kanë marrë emrat e lojnave, po nuk i hakari, pse, arrit me që. Nuk bëna, për gjithë, se për zote ke për kaler pist. Mos kisha shajt, dhe të kisha lamë. Oj. S'ka gjele kush ka mendimin e vetë, vllai, nuk shajti me thënë drejtë. Bëj ta shajt, tjetër opsa të shështon zdi që a tha. Jo, nuk shajti me familje, jo. Më duket, më sa kuptova. Edhe profesori nuk kene vëjnë i thënë o servit profesori. Edhe për mu po të thote, më falë. Po servil kujt? Jo, më falë se po ndërni, po normalisht... Bando, një sekund, po Fabio, më falë një sekund. Ore Bando, servil kujt e vëlla? Që ta kuptoj? Jo pak, në qovë se ka mendimin e vetë për ty, o profesor, menimi jetë për ty, tha... Po vëlla, dakord. Po për shembull ti, nana jote për shembull, në qovë se unë jam servil kujt për shembull? Për mua bet. Ko se të me diskutu me ta e shnija, profesor, diskuton, ta heka se thash më... Jo, ore diskutoj me ty, se dhe ti i thoj gjërat hapur vëlla. Servili kujt?
Allah, se është serviti, se di, a e varet qa mendimi apo ka e profesor, se ti edhe di ka e legjes ta profesor, për zotin, e di duke shkesh ka e, nështë ta nuk është e vërtet, e di, se se kam vërtetu 100%. E bo ka i gabim edhe ti, o profesor, për në të vetë, apo. Tani gjoj sekund, me që se po shkoj këta, o quna, me ndoni ju se unë jam servili Semit? I Semi nuk i erdi. Ore, po t'isha servili këtyre... Edhe një ditë që më ka duk, si ke desh më afru Semi, të kanë qa ditë kur t'kina terat e shpia, si sot, që qa gjes t'i bono në profesor qëtash? Qa ta këty servil, qa bono në eka? Ti atë marrë të dritarin e jote, profesor, e ke hapë dritarin e Samit, ka thonë Sami, hape pak, ja ke hapë. Nuk e ka, o bando! Ke ullë mund shpitana, profesor. Bando, 2 sekonda, ure unë ta thash, edhe ato dite po ta them prap. Kur ke arte live-i, nuk ta kam pranuar unë live-in ty, o bando. S'ta kam pranuar unë personalisht. Sa ditë më ke mërzit dhe më ke duk pak... Ore nda akord, o vla, po pëj mua bet. Nuk ta kam... Ma thujti mua, profesor, polim si burat, drejt. A kom drejt me mua kesh për ty? Shikesh. Gjoj sekund, ke të drejt dhe unë po ta sjaroj. Dhe ta sjaroj prap edhe prap. Në momenti që ti ke ardhur te live-i, ta kanë pranuar moderator, jo unë. A kupton, dhe të thash atë ditë dhe të kam pyetur disa herë, të thash o bando, e mban mend emrin e moderatorit. Nuk mundet moderatori me të hap ty fashet malla. Po si jo nuk mund, bëj mua moderator me gjitha jeshile, ti dhe shikoje, e rregulloj unë apo jo? Si me gjitha jeshile? Më bëj moderator edhe klikoj të gjitha jeshile. Më bëj moderator edhe klikoj të gjitha jeshile, edhe të heq Fabion, unë të fus Fabion, ta bëj të madh Fabion, ta bëj të vogël Fabion. Okej, shkrujem. Haj, më bëj moderator. Ab moderator. Krejt ai ki. Jo, ik poshtë, bëj jeshile akoma. Bëj të gjitha jeshile. Bëj të gjitha jeshile. Po. I bëre jeshile të gjitha. Po. Urdo. O së të gjenje jo, bur. Edhe të thash, edhe Fabian, tani po të duaj heq në live. Po të duaj fus në live, po të duaj heq në live. Që kemi buku. Tani për shembull është e kupton, unë nuk të gjenjej. Ja, ta heq unë Fabian, fut e ti. Ja. Ose të fus edhe Fabian. Çoj e Fabio pra. E fuson. Okej, tani po, okej, dakor, po të besoj. Po, a su në tha ti ati moderatorit kur e boni shatë që të bon, ti... Po nuk e pa, sho vlla, tani, kur unë e fus Fabion, Fabio shikon që e futa unë. Fabio si del atje lartë, filani të pranoj, prandaj të pyet aty disa herë, o vlla, kush të futin live? Po, mdoli sa. Ku me ditu në kush e futin live... Prandaj të pyeta, o shok, prandaj të pyeta dhe të thash, a e fiksove, thash, se kush? O ti, Lani, nuk të fos ma bro, se nuk du që të fëndash kënë të këtu të live, jam? Edhe pjesa tjetër o bando, që ta kuptosh. Ta kam them pak arsyen, sepse nuk doja të ngriteshit aty. Se ishte edhe dikush tjetër në live. Se unë s'ma ha kari për asnjë fare, zero. E kupton do? Po tash ti, në qoftë se jam unë, ti, Fabio, është një tjetër. Dhe tani ti kapesh me njerin që Fabio ka një diçka, them lere o vlla, po deshe, lere, jo tani. Lere se s'është momenti, e kupton se dilja unë, isha unë keq në atë situatë, o vlla. O profesor, edhe di që ta je vari karin, a profesor. O vlla. E dim shumë mirë ti. Edhe shumë se. Po e ka thënë për mua. O profesor, atë fjalë është vari karin për veten e vetore, nuk jam unë. O profesor, unë nuk të rraj. Po më vesh merë si e më dyshove. Pse hini me më dyshu mua? Ore bando. Qevina që unë pash kokën e familjes ku ja ka thonë atë ditë, edhe nuk më besoj e më dzirë i kesh. Jo një sekundë, jo se nuk të besova ty, o vlla. Sheku ta ka shumë mesazh në. Jo një sekundë. Në atë moment më ka shkruajtur dhe më ka thënë, tek live im nuk e kisha për ty.
më ka shkruajtur në numër, në privat, se ka marrë numrin nga dikush tjetër që ishte te live aty, edhe më tha, nuk e kisha për ty, nuk kam gjë me ty. Ja adresa ty. Ta diskutojmë këtë pjesë. Kur tjetri vjen në live dhe më thotë unë se kisha për ty. Kur tjetri më shkruan në privat thotë jo se nuk e kisha për ty, çfarë të merrem unë akoma nëse ai e thot dhe e mohon, ose çfarë diskutojmë me? A kupton, nëse ti më shan, mo e thoj jo, unë nuk e kisha për ty, dhe ti të rriqen. Po çfarë të merrem unë me ty vëlla? Çfarë të merrem? Për çfarë arsye duhet merrem? E kupton? Për çfarë duhet merrem unë nëse ti e mohon? Se s'kam se merrem vëlla. Edhe ti, të shasi ti, edhe ti, thom, i kisha thonë, o sa më kur, i kisha thonë. Edhe një herë, o bando, me dy. në momentin që personi thot unë nuk e kam me ty, A nini që tik-tak. Jo, unë jo. qa do ashtu nuk e njoh vëlla, tani nuk e di kush është. Se ko ka adres originale më duket. Më bajnë i qëndrim, se të një ko ka folur, bro. Me bandit të çunë që botë si jeni. Po e, ty të kam pa shumë herë, jo për, nuk jam tip si shaj, ta dini herë se nuk jam tip si shaj. Unë kam pa shumë herë profesor, si rrinë edhe ne i bon si i mirë, edhe këne i bon si i mirë, nuk marri qëndrim më shok. Për që njët i mërë dha. I ditë je shok me banditin, i ditë je shok me Aronin, i ditë je shok me Samin, me që një shok të dha. Kaq për këtë. Gjë tani që të kuptojmë drejt. Ore, tërgohë burë më dha, se nuk je kalamoj, je 20 e sa vjetë, o shok. Tani, në momentin që Sami dhe banditi kanë folur me njëri tjetrin, Po çka kanë folur dha, e ka unë qenë me banditin dhe jam me banditin, më dëgjoj Unë sekond. ko pata respekt për banditin, nuk hy me Sami, desa Sami ka shajt banditin, nuk hy. Ore, keni pa personaliteti që i dini. Dëgjoj një sekond, dëgjoj. Po kështu pra i bjen. Unë vet, personalisht, kam Ore, unë nuk hy kushan shokun tim, o shok. Unë jam shok me banditin tash, se i njoh edhe kushëritë vet, edhe jam shok. Unë nuk hy me njerëzit si shajnë banditin. Unë kam personalitet ti s'ke dha për mendimin tim. Po për mendimin tënd unë nuk kam. Unë kloni shqiptar ti e njeh, Paulo Lala më njeh. A kupton, edhe kam pa shumë live. A kupton, ti rrin edhe i mirë bank ne, i mirë bona ne, ti rrin i ka me dy puth. Unë kur prishem me dike, prishem për llogaritmia. Po mirë për tash i marr qendrim, me çini ti e shoku im. Edhe një herë. Se ke 2 orë si flet edhe s'kuptojmë gjë fare, me çini. Me banditin, me Samin, me çini. Po dëgjoj një sekond. Unë kur prishem me një person, prishem për arsyet e mia. Po çfarë arsye është më shok ti me banditin tash ti? Banditi po të respekton ty si shok këtu në live Po tash. pra dhe unë e respektoj. Ti ke në neti valla. Banditin më respekton. Ç'a problemi? Pra po pse atë ditë boshë si i mirë ti edhe nuk e nxorë atë nga live valla im. Atë ditë ja kam shpjeguar edhe banditit arsyen, se banditi ka ardhur dhe ka hyrë më vonë pasi ne ishim në live. Ore, valla, sa vjeç je ti shoku im? Unë jam 30 vjeç valla. Shim gjë vllajin ta tu tash ti. Mos u boni legenda, s'du me të shaj ty, s'po të shaj ty për zotin. Jo, më jo, po bomi, çuma tamam danoça, mar po tash ku rri me banditin, rri me banditin deri në fund, po jo me ju prem bes, me i shajt mrapa shtëpinë me bokçu për i çika audiencë më po. Jo, po unë ase kam shar banditin mbrapa shtëpinë, asa kam ofenduar mbrapa shtëpinë. Ore ti. Ore është ofendim kur unë hyj me armikun e banditit, është ofendim. Kur hyj me atë si ka shajt banditin, është ofendim, se do me thonë si unë e menoj edhe unë si pra e shaj banditin. Ore këtu të gjithë kape me njëri tjetrin. Po mirë pra tash ti për çka ke hyj këtu valla, për me mori çik fam nga ky? Për çka ke hyj ti valla? Se unë kam pa me Samin ty, kam pa me Aronin, kam pa me gjithë, për çka ke hyj me mori çik fam? Tu jo bandit. Aman valla, po më fut tu thuj se duaj çik fam, edhe kaq paktën. Jo, e ke gabim. Pranoja. Pas po kot është si mirë. Jo. E ke gabim. Oj, më zemra tash se kam pa ne kus kam pa unë ty. Edhe nuk shanti, unë e di si ti je tip si nuk shan, ti je tip. Ore as nuk shajon, as nuk merren fare, po ti nuk shan valla, ti je tip kështu valla, i thon gjojnë as shuti me spec. Ikën i çik ne, i çik llafe ne. Ke Sami e mamet mira, banditin e mamet mira. Mamet mira gjithë ti në fund fare shank levisi korçës. Kupton ti? Jo, dëgjoj një sekond. Po tash ti, ça? Dëgjoj një sekond. Un këtu nuk bëm me 2-3 persona. Po mirë tash me këtë situatë ndodhi sot me çini e ti valla. Kot, du me të pyet. Me këtë situatë ndodhi sot me çini. Unë jam te banditi, po tisha ashtu nuk isha këtu. A je me banditin ti? Tani unë nuk do dal me pankartë, valla. Po mirë pra, po shpjegoje pak se. Ore, unë nuk do dal me pankartë. Pse nxorë Sami ti aty ku ishte edhe banditin live aty? Pse se nxorë? Kur e edhe atë ditë ja shpjegova banditit se pse Sami dhe një person që ka qenë aty në live, për hatër të ati personi
që edhe banditi më mirë kupton, se nuk dua t'i them gjërat. Ktu i thash o bando mos se ndjem në një pozitë vështirë, se edhe banditi nuk e futa unë në live, aty e ka futur një moderator. Po. Dhe për shkak të situatës, sa ti personi një gjë tjetër do të them, një gjë tjetër do të them. Ama men kuruzu banditi me Gucci. Ama men kuruzu banditi me Gucci, ma gjoj me vëmendje. Ma men si banditi kur ti hyje me Gucci, tash ti pse hyje me Gucci ti? Kur banditi ishte zë me Gucci. Kam hyrë unë me Gucci. Por e ke hyrë me Gucci, ka pa unë se ke hyrë me Gucci. Pyetja edhe njerëzit tu, është e vërtetë se ke hyrë me Gucci. Unë me Gucci kam hyrë një herë për të diskutuar për atë që foli, edhe 30 sekonda që më kërkoi falje. Kaq kam hyrë me Gucci. Një herë që i tha gojës edhe foli, edhe 30 sekonda që më kërkoi falje. Po unë Dhe nuk kam hyrë. Mu pëlqen banditi vlla, ha kari fare fal fjallorin. Si ha fare vlla, kush shoh filoni, kush është tjetri. Kupton ky s'intereson për famë vlla, se unë këtë njoh që para 3 Po vjet. dakord, në rregull, as nuk po e diskutim. Kupton, ke kushtori Francë, kupton, e kam shumë shok. Edhe njoh shumë më përpara se te. Banditi ka hongër kurrë për famë, se hyni muj, atë gjatë pa hy. Se nuk po dëgjohesh mirë, o. Më këtë tash valla, bo më qëndrueshëm më burse, nuk e kalamo, a kupton. Gjoj sekond, o TikTok, se në mënyrën se si po i thuaj gjërat duan. Ore, unë po flas tamam valla, as nuk shaj, nuk jam kalamo me shaj ton. Jo, nuk po shan, por në mënyrën se si po i thua nuk tingëllojnë fort mirë, a kupton? Tash ti, që të kuptojmë. Normal se nuk vjen mirë valla, normal. Jo se nuk më vjen mirë o shok. Ha. Unë në muhabetin që është bërë diskutim midis Bandos edhe Semit kam hyrë për sqarim që mos merreshim me njëri tjetrin në krah të banditit në privat. Dhe më mbas ka mbajtur qëndrim në krah të banditit. Por i kam thënë këtë gjë, që unë të bëhem një me ty, ai personi duhet më bëj gjë mua personale. Aha, po të shih gjë këtu të më shaj më shokun tim, edhe unë ty me atë tjetrin që jamon. I bën ti varikars. O, gjoj sekond, gjoj. Unë nuk kam detur me atë. E disa ka thotë kjo prove, ta shpjegoj. Kjo ka thotë prove, sikur a nuk flasun zëm shamu me filonin. Po. Laj me mua ti mos hy me filonin fare, më rëpofshën, një pikë. Bravo. Po shumë profesor ti më ka shkuar me Gucci, unë nuk hy me Gucci ku Nia, kjo është vlla besnikeria, kupton? I largojmë. Largon. Laj me një tjetër. Po dakord nuk e. Por e bando. Po pse jam mendon ti se jam kundra u kësaj pjese? Për zotin ka drejt. Unë për vete time di të mi gjë o shok. Unë jam thua vlla, mos më intereson për famë për. O TikTok, gjoj sekond. Tu janë të njëjtit njerëz që rrotullohen në TikTok. Dhe unë për vete time, në momentin që me një person nuk hyn herë vlla ja bëj dislike live-in kur ma çon, apo jeq follow. Kur ja tash ti, a tha ti Aroni tash ti Aroni si ti vjell GoFundMe valla. Pse hyn prap me Aronin ti shok? Nuk e kuptoj unë valla. A tha si ti ke vjell GoFundMe shok? A është vërtet? Gjoj sekond. Mua ma ka nisur Aroni. Po ta ka thon troço valla, vjell GoFundMe ke gjyt GoFundMe me lekët e gifteve, o shok, me lekët e GoFundMe ke gjyt. Edhe unë ja thash, edhe ai e di shumë mirë që atë pjesë që e bëri aty, e bëri thjesht për numra TikTok-u. Ore le numrin e TikTok-ut tash, tjetër ka ul para live-it, ka thonë se je hajdu. Ul veten, valla, gjoj sekond do dëgjore. Ul veten e ti, nuk mol mua. Mos ngre muzonin gjë këtu, po të thas tamam unë shok. Po dhe u po të thas tamam. Unë pra më këtoj mund gjë këtu ti. Ore po më dëgjoj se ti po flet, unë po të dëgjoj tani më dëgjoj dhe ti po. Po unë po të them ty valla, kur të tjetri hajdu GoFundMe, se ti valla hyn live me atë valla. Kaq, pik. Ka ulur veten e ti, ore, nuk më ka ulur mua. Vetëm tatë s'ta ka ulur si thaj si hajdut GoFundMe. Po valla, ul veten që flet në ajër koto pa bazë. Si në ajër koto valla para 2-3 vetëve do thonë si je hajdut GoFundMe, shok. A je interesit ti? Edhe një herë. Unë s'ja fal tjetrin do të më ashtu, o shok. Kur jam me drejtën e Zotit, unë tjetër s'ja fal. Gjoj një sekond. Unë nuk do merrem me lloj robi këtu që dele nuk di çfarë thot. Kaq, se s'kam të them. Nuk është lloj robi, ai është i famshëm në TikTok, hyni për ditë me të mos bëni kot ashtu si nuk e njeh, nuk e bën. Edhe një herë. Unë ati nuk ja pranova live-in. S'ka as na bëj. Live-in që ishte me mua, i thash mos ja pranoj live-in, i thash se nuk mja valla, po për zotin nuk ka shaj bon ky, sepse I thotë se valla duhet o bandit o vllai, duhet të personalitetin.
Me hyrë me formalitetin. Po pandit, gjë këtu të shti, o vlla, si ne të dy jena shok të shti, rrim të dy, hajm të dy, rrim të dy gjithë ditën, edhe unë klinat e Nuk ka hyrë tjera. propja me Aronin, nuk ka hyrë live mo. Po pash videon sot më vlla, pash videon sot. Ore, pash videon, thot, ore TikTok, o vlla, i ke... Ore, isha live, nuk ja pranova unë, o vlla. Se tani janë sa gjëra që nuk ja kam pranuar unë dhe s'ma kanë nisur mua live. Mirë, e bëjmë bas të vlla, ja të zihesh me banditin ne atë, ti do hysh me Aronin prapë. Bëjmë bas kështu po flasim. Po mirë, hajde bëjmë pas. Shumica, o vllai. Po TikTok, po më pe. Mbaj mend timrat. Po më pe me Guçin. Po të pash me Hajde Guçin. Kurtin, me Okej. Mojsiun, me Aronin, hajde këtu më dhe çfarë duash. Mbaj mend këta katër emra. Rregull. Po të pash me këto vlla, do të them si e kokra legjeni. Mbaj mend këta katër emra. Po më pe në live që unë të bëj muhabet, mbaj mend këta katër emra. Okej, çuna Të ika. shtojnë, do them u shtoj edhe një, do ta them edhe Lafe, emrin nuk jam TikTok super, parë. desha vetëm me thonë këto dy llafe. Respekt të gjithëve. Kaq. Ciao. Çao. Kryt zoti vëlla, respekt. Kujt zoti. Semi ka thënë vetes ore. Semi duhet më thojnë gjë, drejt për drejt kështu, ball për ball. Po është burr, nëse ka gjë me mua, ta thoj, edhe pastaj vazhdojmë programin. Kaq. Nuk ka ajo për ta shuar çuna. Duhet ta thoj ball për ball. Nuk ka ajo. Problemi është ta ka thënë tyre. O bando, o bandit, gjoj se Ka problemi se ti e na shkalaj gjën se ka mollë, vedi tu. O bando, gjoj sekondë. O bando, Velis. gjoj sekondë më gjoj. Unë me Guçin, edhe në live-in që u sqaruam, bëm 30 sekonda live, o vlla. 30 sekonda o shok. Edhe i thash miru pafshi me ika. Po t'ishte ashtu, unë qëndroja sqaroja 2 orë me atë orë. Po profesor, mo ku ka akuzu Guçi, e ke shajt Guçin. O vlla, po këta tani, po normal që kam shajt. Çështu pa mendoj njerëz të kesh tonë. E kam shajt o vlla, di pse shava? Se ma çoja te ku nuk mbante me. Se 2 orë duke ja sqaruar o shok. Sqaroj, ma çoja te ku nuk mbante me o vlla. Pastaj o bando ti e di shumë mirë deri në çfarë pika arrita unë për të sqaruar me atë orë. E pastaj u ktheva valla, se thash qero, po i hap halleve testime për pa vetë TikTok. Shajt edhe na shkalova, për shënë ka del kesh o bish. Si ka del sikur i e ka të mëna i ka të më rregullu me ta. I ka del kesh o zotë. Me këtë rregullojmë, për çfarë rregullojmë? Po se thaja, bëri gjesë, në filloj ka tallë, tërda aty thaja, po se kom me ty e karin pjetë, ka tallë. Gjoj sekond gjo, po tall dhe e ka me mua, e ka me veten dhe tall veten. Jo me mua shok. Nuk tall mua, as më ofendon mua, veten e vet ofendon. Pik. Kaq. Ani çfarë i bëun të merre me dallaveret e njerëzve. Atë merre me dallaveret e këtyre vëlla. Atë merre me dallaveret e këtyre. Unë qa kisha për të thënë o bandit, ja thash edhe ati dhe ati dhe ati, o vlla. Kaq, nuk kam se merrem unë me këta o shok. Për çfarë të merrem me këta? No. Po për çfarë të merrem o bando? Ti përmend që të kenë na 5000 veta në live. Këta të futen në live për makarona, unë të them hajni me karkaleca. Për çfarë ti përmend o bando? Ro po hynë më me ta i bravo çoft. Po nuk hyj me o vlla, me këta 4 emra nuk hyj ore. Po u shtua në një tjetër do shtohet o vlla dhe nuk hyj me o shok. Nuk hyj o vlla. Më ka futur Klevioli me Guçin 2 herë. E njërë më tha please ta qëndro. Se donte numraj. Ai thashon, no. Edhe dola ika. Po t'ishte ashtu qëndroja unë. Edhe nuk i kam qëndruar, o vlla. Pyete kur ty në live, pyete, thoj, e ke tentuar, thoj, ta mbash në live me Guçin? Kaq, çfarë diskutojmë kotas? Njerëzit pasandaj kanë mendimet e veta, bando se kam bërë një gjë. Që kam shkuar deri në një farë pike, pastaj jam tërhequr. Këtë po, e bera, sepse për mendimin tim o bando dhe ta them me pastërti, mua më kanë thënë ja 2 shok, o vlla. Gjatë kohës sa ti muhabetit parë që doja ta sqaroja unë, ti shkoja deri në fund si Burzamandi. Po qeshni shokët me mua. Ta mbarojmë ne thoshin ata dhe po qeshni me mua, valla, duke folur me njëri tjetrin tavolinë. Këta halli ke ti. E kupton ti? Ata kishin halle, po kisha hall TikToku.
Ata kishin hallë e pune, olla. Unë kisha hallë, kam një hallë në TikTok. E kupton ti tani qa ndryshimi është? Ata kishin hallë. Është më e për mu e mollë këtu. Pa është bërë një rëmuj. Këtu janë njerëzit kodë, olla. Janë për bukë të gojësër. Pikë mua betit. Këta janë për bukë të gojësër. Jemi ne atje ku s'duhet. Kaq. Edhe diskutojmë kodë ne. Jo tha ky, jo tha ai, jo tha ky, jo tha ai. Do merremi jo, të merrem mund ashti se tha Diamanti apo Klajdi apo Leshi apo Preshi. E o meru me këta, ti e dilua. Meru, e dilua ti. Nuk jam hoxho që unë ajo, që ta dimi. Nuk jam hoxho. Kam drezit e mija, unë dhe mija, nuk kam hoxho. Nuk kam mos o prof të thënë gjithë se je është më vërtet këtë që kam kuptuar asun. Po talë jo trapin klevjo me atere se donde t'ja bendet një dy gjera këshuja, po a i s'kuptonte. Okej. Keni pas për gallat. I tha i për dike, kupton edhe a i se kuptonte dhe e mori ndryshe për ndryshe. Okej. Sa, njef të shata persona, profesor? Ke? Që ka desh një thënë Klevjo Vuçit? Ha? A i njef? Po i njofër si se njofër shumë. Qa, ke lidhe me ta? Ore po qeshni me mua, po të molla. Po qeshni nëse po më thoshin mua që ore qa po ben, po të qa po na kërkon, olla. Ore bando, po më thoshin qa po na kërkon, olla. Ore e kupton për qa po i dje karta të me ne apo jo, olla. Qa po na kërkon. Ora, e ka mustajnë ka të foli për të sa tjetër. Po bando, është një loj si të viju në Angli, edhe ti më thoj më kërko qa të duash, se ta kam një ndër borç, e unë të them ty, a më bagoj një kafe të Kosta, se s'kam marrë portofoli me vete. E kupton tani? E më thoshti mua, në rregull, valla, dakord. Okej, te doje ti po, ai se ta bagoj unë kafe të Kosta. Ikash. Ani çfarë? Po, më të shvoj kesë është në momente në quna, që është do në shqy sami të baj. E si më rritëm ja bloku adresën të quna, dhe më ja bloku veç bën një reporta. Se shqipjon nga e putin të rritë mes të ta në do të Po sigur. Merë me lape si plan. Ja ku e ke janë. Qeshe njërë sigur. Ure tallin trapin, po them. Jo talli e trapi këshu e vëlla, po benin qyfyre me muare. Thoshin hajde halë që të karen, hajde. Quna, që më ka ju fus live, quna, se më di që dojnë me gjuku mua, profesorit, tjetër, që nuk nga i fus live, mos më shkuni, futëm, për zotin, se nuk kom shqet, se nuk duhen, e di që do i thoni profesorit, jo po, jo kësho, jo po. Janë dalla vere këto, o bando, janë dalla vere TikTok-u këto, o se me pas me i thonë, ja Po ma ti fratello, po jo re sigur jo, mua beta, ma. Jo re, jo që i fyre TikTok, ma. Sa nuk ka lezët me e të pro, se e kena në këtu në të në live të njënë, e nga të bo muabet për shef me njënë tjetën. Ka një me bo muabet me mua dhe me fatin. Me desh, e që desh, një hajde, një folin. Nuk do me folin, nuk që më... Nëse këto muabetën po ta them o bando për mendimin tim, këto janë thjesht dallavere TikTok. Kaq. Edhe dallavere TikTok-u kam për të ngelur tërkohën. Dhe këtu po thuaj se gjithë këta që bëjnë live, gjithë po thuaj se kam për të hyrë me njëri tjetrin. E këtu do jemi do ta shikosh. Si që kanë hyrë, si që janë pajtuar, si që janë sharë, si që janë futur prapë, si që janë pajtuar prapë, si që janë futur prapë. Këtu bëjnë këtu. Jo, nuk jam shpikur unë intrigën se unë nuk futem me ata njerëz që jam prishur. Edhe për çfarë nuk i shaj. Se për çfarë shkollajur e shan, dakord. Ti shani ju kështu ata tjera, e kupton? Kot. Mund të shaje unë, mund të shaje banditi, mund të shaje Fabio. Po është e kot. Kaq. Kështu Janë dallavere, o bando, janë dallavere. Po ti shikosh,
Ka një pjesë këtu që rrin urt, pasandaj bën agresiv. Rrin urt, pastaj bën agresiv prap. Kështu e bën këtu o bandit. A dhe tjetër, profesor, nga dume një më morë, që se nga bane me vinë e kokë, ti. Ero, nga bane me vinë e kokë, dhe po më shetë. A dhe, në kushtë. Ja gjëra që nuk ja vlen o bando, po ti marrësh gjërat o bandit edhe ti llogarisësh me fjalë, gjitha nuk ja vlen. Ky është mendimi im edhe ky ka qenë mendimi im, unë ta kam thënë që kur këtu e 4 muaj para, nuk po ta them sot o bandit. Ta kam thënë këtu e 4 muaj para thash mos o bando se nuk ja vlen këto gjëra. Ky ka qenë mendimi im edhe ky do vazhdoj kjo o bandit, për mua bete TikTok-u. Nuk e ndryshoj me o vlla. E kupton, unë ta kam thënë këtu e 4 muaj, s'po e them sot, se era muhabeti. Ta kam thënë këtu e 4 muaj para, të kam marrë telefonin, të kam thënë, no bando po, këto muhabete nuk ja vlen në shok, pik. Ki kujdes për vetë tënde. Kaqo. Po nuk ja vlen valla. Ja kom pa hajën. Ja. Këtu stresohesh, acarohesh kot, desh me nerva kot, interesi zero. Zero. Këtu vetëm stres, acarim nervash, sharje, palidhje, njerëz kot, gjëra kot. Jo, se interesi për disa persona nuk është zero, se morin lek, me thonë drejt. Ore vlla, këtu, po të jesh këshure Fabio që të shikosh do lloj robi dhe ti përgjigjesh nga këta që shajnë këtu, i bjet besh kamikaz o vlla. E kupton apo jo? Këtu zgjidhja më e mirë është kjo, unë për vete time kam zgjedhur kështu valla. Në momentin që me njerin debatoj, më thot një fjalë, unë ku t'i them faleminderit që ta e qafe. Hop, i këpus blokun ati personi e s'u me, o vlla. E kupton, një pak, edhe vazhdoj programin. Kaq. Kush më ka bën video? Këto janë dalla vere që bëjnë këta këtu o Fabio. E kupton apo jo ora? Komentuesit, këta që shikojnë, këta duan qyfyre. Sa më shumë të zihen njerëzit këtu, këta që më mire kanë, o vlla. Po pra se shohin gallat. Po shohin o gallato, i tha ky, i tha i, i tha ky, o vlla. O gallato duan. Po dhe unë të thëmë drejtën, kur shof këshu si zahen njëni me tjetrin, shkoj e shof në unë live, me thonë drejtën. O vlla, po gallato duan, o shok. Po kjo i treqo, kjo u jep adrenalin këtyre, o vlla. Po bish me një mua, fillan i jepni disha për popullin e vaj, jepni disha. Jepni disha, mirë kështë, boni disa që një modën. Kush me ndonë për popullin e shkret, për zdolli. Jepni disha, Allah, se vërta dhe me po disha, Allah. S'me ndonë kush për popullin, o burë. Ashu ka, plot këtu ka telenovela, ka loj gjërë, se nuk ka këtu për të parë njerëzit, sa të duash ka. Plot ka. As ka këtu për të parë, sa të duash ka. Sa të duash. Do në disha, Allah, do në filma, zona, luft. Jepni për kesh. Sa përdje një që unë nuk erdhëm tek banditi për famë, erdhëm këtu për ta parë në live edhe na i çoj banditi për respekt, as për t'i marrë famë, as për t'na dhenë famë, as për nje. Kështu që Malorin do të çuna famën, se profesorin e profesor, unë jam unë, Fabio. Për që se cili tonë në një, nuk këtë e kom për të marrë atë. Vlla, këtu kush e kush ka profilin e vet, edhe nuk ka lidhje, për shembull jo futa unë mora famë, jo ti, ai kush e kush ka profilin e vet. Ore tash, profesori s'ka nevojë për famë, çuna se profesorin e veta të gjithë Shqipëria. Profesorin me ndjekësat e vet, sa ke si ka e dy, normal. Ka dhe Fabio ka edhe një vetë, që nuk ka si... O bandit, kote të bëni pyetje për zotin. Tani për shembull, ja të njoftën gjithë Shqipëria. Sha fitova për shembull unë apo ti apo profi apo shumë njerëz këtu, po përmendim në 3 që jemi këtu. Kot. jo gjithë Unë jam shumë i sigurt se mua jam njohur. Po jo, dakord, po sha fitove për shembull, kot po bëni pyetje. Jo, ta si gjë një nuk ka. Bravo, unë për vetë tham drejtën. Ngeco Fabio. Jo, unë tham drejtën. Unë nuk kam fituar asnjë gjë vetëm se kam njoft shumë njerëz të mirë, më thon drejtën.
Për zotin unë e di kur dhe iku. Veç të tregoj në tyne se nuk kem qashë se mu më kanë pikta me meme, mu më kanë bo meme vetëm ku dal kesh. O sigur mi pas pagu dikush me bo kesh mu, po nuk kem qa ideale, bishë dhe unë. Meme i bëjnë vetë këta, ulla. Edhe unë ja këmë mundësi në Shqipërisë me mnjoft tamam kush e mune prasi me i. Mos në thonë po banditi si shau. Jo më banditi i këshosh edhe si më shoj, si kesh. Po që unë se shoh shumë komente gifte, banditi është një person që nuk bën lojna, i bën ka një me profesorin. Unë lojna përveç se tani këto kote funit ka një ditë radit, dhe hapi akontin, a në që to lek mi ka morë Klevis Qela. Pyte profesorin e ka me fatura. Nuk është kot. A do një t'ja boj pytje unë, va? Po. Do, a më këni pa mu kur si nona në sedër për shto punë. Pse noni në sedër, va? Qa keni? Jo, po shoh shumë komente që kujtojnë se na jetojmë gifte, po për zotin nuk jetojmë. Po se kur, pse noni në sedër, va? Pse kupte pse do një... O bando, a e di pse? Kanë dalë këtu, o bandit. O bando. Del njeri këtu dhe thot të gjithë jetojmë nga TikToku. Del një tjetër thot të gjithë jemi lëpirsa. Del një tjetër thot të gjithë jemi të pabes. Del një tjetër thot të gjithë jemi bushkelur. Nuk jemi të gjithë një lloj, o vlla. A e kupton? Nuk jemi të gjithë një lloj, o shok. Kjo është një Pse vje ai tjetër thot edhe bandit jesion lyps, këta mjojnë mu bish. Unë s'mërzina, e thëmë po. Se këta mjojnë. Po miro ke mënyrën e reagimit, jo vlla, në atë lloj forme. A kupton? Ti reagon në atë lloj forme, o vlla. Unë reagoj ndryshe, Fabio reagon ndryshe. Nuk ke nevoj, vetëm ti mu ka ishe i shira ti fusën nga mbëll. Kare kur më shë njës dhe kështu, unë sha bëj fusën 5-7 për talje ka, edhe me ka 2 fish. Ose i lanë të na. Barë, ose i gjymë rapsh. Renda, korte e zgjidhja jote, o vlla. Po për nonin sadër, jo po ja shoha Klevisit, jo po... A i tjetë si ku t'i shët ty 200 pound, prove t'i ka shuar për respekt. Nuk i hatë, Ore vlla, nuk gjojnë sekondë gjore. Mua nuk më çon as ai që më pyet, as ai që më komenton kundra. Ai që më çon mos më komenton ore. A e kupton? Ideja është këtu që një person që hyn për të lozur me mua aty, e më thot mua ne jemi gjithë lëpirsa, hajde lozim. Po jo valla, je ti lëpirs, nuk jam unë. po shumë bukur. Po je ti e shok, nuk jam unë lëpirs, hajde lozim, po lëpirs je ti. Jo, hajde lozim se ne të dy jetojmë me TikTok. Po jo, qifsha kurvën se unë jam minus në TikToku, ti je plus. Ti do pagosh qiran me lekët e TikTokut, jo unë. Për të lozur, hajde lozim, po unë los për adrenalin, ti los për të pagosh qiran. Hajde lozim, bej lekët, pagosh qiran, miru pafshim. Po si jemi të gjithë një lloj. Këta do t'ja thejmë në aty o bandit. Mos shani që në komente se ka për të bën një ajt. Mos të di bëj majt, mos shani apo please apo na le të bëjmë muhabet. Këta do t'ja thejmë, si mos t'ja thejmë këta. Po këta do t'ja thejmë më shok. Që unë që ranë në fund të muajit nuk e paguaj me lekët e TikTokut. E paguaj me lekët që punoj. Pik. Tani si mos t'ja thejmë në aty. Jemi të gjitha i lëpirsa. Po si jemi të gjithë lëpirsa, valla, se mos i lëpijem kujt. Fare zero, as ma hati il pijem kujtu se edhim gjuajti TikTok, as nuk i leo në Fabio. Nuk i leo, ka njërës tu që nuk i leo edhim të gjuaj, në vla. Se them, mo shok, te unë jo, miru pafshin, ke kryer punër. Kaq. Valla, këtu në TikTok ka kush mendimin e vetë. Unë për vetë e që i gabim këto që shajnë familje pa lidhje, se për zotin, po si shajnë për vetë. Ore vlla, këtu po fole, po dole këtu që t'japësh mendime, po shau 1, 2, 3, fillon e shajnë gjithë pasaj vlla. Po pra, po nuk është mirë të shajnë. Rimate, rimate, no shok. Unë thamë, Dim, vlla. vjetrit pa e njof personalisht kot në koment se dhe a shef këtu, mirë nuk është. Ai që shoh familja, o vlla është trim po. Ka për tjetrin, inim shpulla në marri puna, ku a problemi? Po, këta e kanë... Ore babale. Hajde babale, hajde se për fajt ten kam gjesu me banditin. Se për vajt babalës. Po. Babalë në ndras gjashët e rjanë, sot. Qa bëni? Ta negative është këtë banditje, shajnë profesorin, shajnë Fabio, shajnë mu, asë një koment së fshin gjylla, se rrug karin fare. A du bej bandu atyre vlla, ata janë fiksuar me të çfarë kote, kupton tash ti çfarë do bëj bandu? bandu? Në familjes nuk i lexoj fare
Zara vesh kur ka një herë tak tokë, se më intereson më shajnë mu, shajnë juve, se më intereson fare se kujtojnë për ta. Jepi të rritë. Po moderatora do vlla, po varet se janë këtu. Dhe qa thej profesorë se së gjëlla mirë? Po hajde se ti na ke hyrë në kështu janë, na ke fut probleme me banditin. Po qa të kam fut probleme me banditin? Ti e ke fajnë që atë bej ty unë. Po mi, për qa arsye? Nese. E si arrojnë privat më mirë. Ore, ju s'jeni mire me rëpë shpije. Po jo e si arrojnë privat, o vlla thash. Blokun na bes, ta heqja blokun. Se di kush te ka bës, te kam bën. E si arrojnë privat. Qa bere ti? Lozëm Po ju rreth që kanë ju dhe ku rreth mu. Qa halli ka mu, qa halli keni ju. Çfarë halli ke babala? Po qa halli ke ti? Unë kam halja me 28 vjetë tjera në burë. Kurse ju e keni halën, jo ky, jo aji. E bisim e një bërë, jo, ka pas njerë në vla, kemi qenë në Mallakasër e kishim ca toka. Vishim anë tokat, ne? Kishim ca budalligja në lartë për punuar. Edhe mozi, e dilte e mozi më gjesë në shtëpia, takonte edhe gruan e para të lagjes, edhe fshatit, edhe fillonte. Na më gjezi, dhe në të roti budallata, vish punoshim të rritë me të, fillonte me lafe, po na i gjende, sa u që na i gjumi, na i gjende lafe të t'jën sëmës. Besa kam po, e kam minj njerëzi unë po. Me se të futemi të bëjmë një lojë të përqef tonë, shty morësh, ne, jo ky, jo ai, po i ka sa duhet njerëzit në valla. Qa në bëjmë së vinim do të sot dhe unë jeta t'i beja tap bandos, ty të qoj live-in. Edhe... Diskutive pasaj vajlisht. Edhe ta bojnë ato në ditën dhe ka merë në shtëpunë. Por e qa po fru? A? Edhe që ta në ditën në shtëpunë merë. Banditi. O, bëf mi herë, po qa po thosë se se gjovë, rëpë. Ti e më njëre ta bojnë. Fabio, për që që spital të Fabio? Po vaj ishe se para një harë. Kaluar, dhe. Njerë dhe ka një orë më të drejta. Kaluar. Në një të lashtë një punë, në u gjokë. A që bëjmë moderatorë, profesor, një moderatorë, la pas për. Më bojë mu zë ropë të shpis, Po shbere të me këta vari desh do bërri dhe të manë, nuk ka gjau. më bojë mu zë regulloj unë ropë. Lejle të shprejnë lishëm, shprejnë një gjuna shprejnë për. Shprejnë se s'do merremi me ju, shprejnë. Kalamaja, që do bëjmë? O, qa provi, Shprejnë kalamaja, shprejnë, hajtë. Shprejnë. Hali babalja prej burgu thot njeri gjithë me TikTok-u kam bari 1 metra. O inshallah këta nuk vdesin e të keqen vlaj se babalja mund dalit e pas nesër. Ty... Qa thot vlaj si të kesh shpinit ta jep zoti mos e vrit mendin. Unë mund dalë edhe për 100 vjetër, e kupton. Po problemi që ndronë që lafi mire mba njeriu. më vëdoj ka në babalit se ti të dalë. A ty he mitë të Albania. Rovë vëlla falemderit rritë zoti. A bon shumë bon. Rënë njërë, kurva. Në ka shumë gjithë, dhe. Qalla i thamë, si ja. Që të njëzë shma bambiti për thamë, se banda, pa ullë ta i njëta që që s'po flasë fare, gjëni jo e tjera. Me ty o ka marën, si jetë në pa.
Ti se thua sha banditit, ka thonë, nëse nga foli fare sa, në gjallë varën, ti. Ti nuk shkoj një ditë shtatë të asë një ka shtatë të sirin, audiencë arën, bu. O sa, Bandit. A ka mundësi e bandit më të bësh shik moderator të lutem? O shqip pak o piq, dubajisti, shqip tu. Pa foli. Tje. E po i kam, gjithu shaj tu varikarën, Allah, unë së rritë të shumë. Hajde bëjt laka shkoj babale, bëjt moderator. Kurëm tu. Bërëzit o vërëzit në shajnë edhe pa kotën. Mos shali ma, gjë. Nuk shaj ma rapu gjitha më në dekshë. Mos shali ma quna. Rëp mos shali ma për kokë familje, se më njërë. Zara, mos asë shari ma. Ko si keni respekt për mu, mos shani asë mu. Zara. Se ka për të një me bom. Zara. Mos shani. Ta më shani edhe mu i shi modrën. Ore, po e di më që shajnë, por se nuk është se dim që shajnë. Eshe nuk shaj ma rëp shpje. Pa e drejt të shpisi ka të bëjt. Hajtë ty ishtë ashtë blok, tash mos shaj më bish. O ta mos shaj më kur ti sha. Prej shqip sha modrën në bjëdër, bonin djartë në më në bu. I ka bando i ka shjemi nesër në darve. Natën. Për quna natën, në bando natën, në profe natën. Natën. Natën.